Shqipëria. Mora fjale, mora vargun, mora qarkun me furgon. Aty është ndjesia e luajturit futboll, kur lëm mes 22.000 vetëve, di çfarë do të thotë? Edhe nëse je i vdekur, ti nga ato brorima zgjohesh. Në moshën 12 vjeçare unë jam larguar nga fshati, për të ardhur në Tiranë dhe për të njeh futbollin. Aty ka qenë momenti më i vështirë në jetën time, kur kam momentin që jam kthyer me i qen ndor, apo pa nga familja, do ta mbaj mend sa të jem gjallë. Ke thy rekord pas rekordi. Ne do të dim sa është numri saktë i golave. Po të llogarisim edhe golat e kupës, golat në Champions League të 850-ta. Ndryshe nga kombëtarja, Vllaznia fiton prapë kampionatin për të 100-ën herë. Nuk është se e vlerësojnë shumë futbollin e ferma, nuk dën t'ia dikush. Vajzat sportiste që kanë nëpër intervista, nëpër gjitha emisionet sportive, jo të thirrën ferma që s'e kanë idenë futbollin dhe shkojnë vetëm për t'treguar trupin e tyre.